Sot në qytetin e Gostivarit u hap pika e re kontrollit teknik të kompanisë Zgjimi Kompani. Të pranishëm në këtë hapje solemne ishin kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, partner, bashkëpunëtor dhe miq të shumt. Kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani theksoi se kjo kompani do të punësojë mbi 10 punëtorë dhe do të jetë një shtys për ekonominë lokale. Erdhëm për të vizituar përurimin e këtij investimi të ri, një kontroll i ri teknik i cili sipas fjalëve të pronarëve do të punësojë mbi 10 punëtorë. Është investimi mirëseardhës, çdo investimi i cili bëhet në qytetin tonë, në komunën tonë, besoj që i jep një shtytje ekonomisë lokale dhe hap vende të reja të punës. Ju uroj sukses edhe mbarësi në punë. Menaxheri i shërbimit teknik të kësaj kompanie, Refik Sejran, theksoi se kjo kompani do të kryejë shërbime të ndryshme për regjistrimet dhe sigurimet e automjeteve. E morëm guximin që të vim edhe në Gostivar, të ofrojmë shërbime, të ofrojmë cilësi, të ofrojmë kualitet, që nënkupton si kompani jemi të përgatitur, domethënë në maksimum, edhe jeni të mirëseardhur të gjithë qytetarët e Gostivarit të vërtetoheni me përvojën dhe cilësinë të cilët do ua ofrojmë. Këtu ofrohet shërbime për regjistrime, sigurime, edhe qoftë edhe të veturave, qoftë edhe të mjeteve, domethënë kamionave, kombi, veturave, domethënë kombive, autobusave e kështu me radhë, domethënë gjitha nivelet e veturave, domethënë e mjeteve kryesisht mund të regjistrohen në këtë kompani. Përndryshe, Zgjimi Kompani është kompania e parë private për inspektimin teknik dhe regjistrimin e mjeteve motorike në Tetov dhe funksionon tani 18 vjet.